Peshorja. Teleskopi hapësinor Hubble, i lëshuar në orbit në 24 prill 1990, peshon 11 ton dhe qëndron 560 km mbi tokë. Rrotullohet rreth tokës për 92 minuta dhe ka bërë rreth 700.000 foto të yjeve dhe të galaksive. Por kjo mrekulli teknologjike ka pasur problemet e veta. Në 27 janar 2007, për problemet të paparashikuara, nuk funksionoi më dhe u deshën disa udhëtime të astronautëve për ta rregulluar. Në 11 maj 2009 u rregullua përfundimisht. Ka mundësi që edhe ty o peshore, megjithse ke vizion të qartë të gjërave, të ndodhë ndonjë mos mbarvajtje e gjërave nëse nuk i parashikon të gjitha me imtësi. Teleskopi ka instrumenta. Ju peshore, keni mendje, shfrytëzojeni.